Përpara se të fillojmë këtë histori të pabesueshme, dua t'ju pyes diçka. A mund ta imagjinoni veten duke mbajtur në krah një foshnjë kur jeni 83 vjeç? A do të kishit guximin ta bënit këtë? Ky është realiteti i një burri nga Gjakova dhe historia e tij do t'ju lër pa fjalë. Por para se të vazhdojmë, ju lutem, shkruani në komente çfarë mendoni për këtë histori. Dhe tani, uluni rehat, sepse ajo që do të dëgjoni është një histori e vërtet që ka tronditur gjithë Gjakovën dhe përtej saj. Ishte një mëngjes i ftohtë dhjetori në Gjakov. Era e ashpër e dimrit fërkonte dritaret e vjetra të një shtëpie të vogël në periferi të qytetit, ndërsa dielli po përpiqej të shponte në përret e hirt. Brenda në dhomën e ngrohtë, mes zhurmës së çainikut që vlonte në sobë, një burr i moshuar me flokë të bardhë dhe duar të rrudha, po rrinte ulur në një karrige të vjetër prej druri. Emri i tij ishte Recep Krasniqi, 83 vjeç, dhe në prerjen e tij po flinte e qetë një foshnjë e vogël e mbështjell në batanije të verdha. Rexhepi e shikoi fëmijën me një vështrim që përzjente dashuri, lodhje dhe një pikë dyshimi për atë që kishte ndodhur në jetën e tij. Si ishte e mundur që ai, një plak i thyer nga jeta, ishte bërë baba për herë të 13? Si kishte arritur fati ta sillte këtu, në këtë moment, në këtë moshë kur shumica e bashkëmoshatarëve të tij po llogariste ditët deri në fund? Foshnja lëvizi pak dhe nxorri një rënkim të vogël. Rexhepi ja rregulloi batanijet me kujdes, duke i friksuar se mos fëmia do të ftohej. Duart e tij të vjetra, të njëjtat që kishin mbajtur 12 familje të tjerë përgjatë jetës, tani po mbanin këtë të fundit, këtë dhuratë të pazakontë të fatit. Por çfarë kishte çuar Rexhepi në këtë situatë? Si kishte filluar gjithçka? Rexhepi kishte lindur në vitin 1941 në një fshat të vogël pranë Gjakovës. Jeta e tij kishte qenë një rrugë gjatë e mundimshme, plot me vuajtje dhe sakrificë. Ai kishte humbur babain kur ishte vetëm 7 vjeç, dhe nëna e tij, një grua e fortë, por e lodhur nga jeta, kishte vdekur kur ai ishte 12 vjeç. Rexhepi ishte rritur i vetëm, duke punuar në fusha që në moshë të re, duke mësuar të mbijetojë në një botë që nuk e kishte kursyer asnjëherë. Në moshën 20 vjeç, Rexhepi ishte martuar me Fatimen, një vajzë të bukur nga një fshat fqinj. Ata kishin ndërtuar një jetë të thjeshtë, por plot dashuri. Fatimen dhe Rexhepin i lidhnin jo vetëm ndjenjat, por edhe vullneti i përbashkët për të ngritur një familje të madhe, të fortë, që do të mbante emrin e tyre edhe pas vdekjes së tyre. Dhe kështu kishin ardhur fëmijët, njëri pas tjetrit. I pari ishte djalë, pastaj vajzë, pastaj sërish djalë. Çdo gëzim ishte një ri, por edhe një barë e re ekonomike. Rexhepi punonte nga agimi deri në perëndim të diellit, duke mbjellur, duke korrur, duke ndërtuar, duke bërë çfarëdo që kërkohej për të siguruar bukë për familjen e tij. Vitet kaluan dhe fëmijët rriten, 12 prej tyre, 12 gojë për t'u ushqyer, 12 truall për t'u veshur, 12 jetë për t'u mbështetur. Rexhepi dhe Fatimja nuk ishin njerëz të pasur, por kishin diçka që parat nuk mund ta blenin: dashuri dhe devotshmëri. Por jeta nuk ishte e lehtë. Në vitet 90, gjatë luftës në Kosovë, familja Krasniqi kishte vuajtur shumë. Shtëpia e tyre ishte djegur dhe ata kishin qenë të detyruar të strehohente të afërmit. 2 prej djemve të Rexhepit ishin bashkuar me UÇK-n dhe çdo ditë ishte një munkim për Fatimen dhe Rexhepin, që prisnin të dëgjonin ndonjë lajm për djemt e tyre. Fal Zotit, të dy kishin mbijetuar, por plagët e luftës nuk shëroheshin kurrë plotësisht. Pas luftës, jeta ishte kthyer ngadalë në normalitet. Fëmijët e Rexhepit kishin rritur, ishin martuar, kishin krijuar familjet e tyre. Disa kishin shkuar jashtë vendit për të kërkuar punë, të tjerë kishin mbetur në Gjakovë. Rexhepi dhe Fatimja kishin mbetur vetëm në shtëpinë e tyre të vogël, duke pritur vizitat e fëmijëve dhe nipërve. Por në vitin 2018, Fatimja kishte vdekur. Një sulm në zemër, befas dhe i paparashikueshëm. Rexhepi kishte mbetur i vetëm, i thyer nga dhimbja, duke e ditur se jeta e tij kishte humbur kuptimin më të madh. Për 2 vjet, ai kishte jetuar në heshtje, i rrethuar nga kujtimi i gruas së tij dhe nga vizitat sporadike të fëmijëve. Por pastaj, diçka e pazakontë kishte ndodhur. Ishte vera e vitit 2020, kur Rexhepi kishte takuar Miralën. Ajo ishte një grua e re, vetëm 38 vjeç.
e cila kishte ardhur nga një fshat tjetër, për të punuar si kujdestare për të moshuarit. Fëmijët e Rexhepit, të shqetësuar për gjendjen e tij, kishin paguar Miralën që të kujdesej për të pastroj shtëpinë, të gatuaj dhe të sigurohej që plakut mos mbetej krejtësisht i vetëm. Mirala ishte një grua e heshtur, me një shpirt të butë dhe një histori të dhimbshme. Ajo kishte qenë e martuar dikur, por burri i saj e kishte braktisur për një grua tjetër, duke e lënë atë pa fëmijë dhe pa asnjë mundësi për të ndërtuar një familje. Në shoqërinë ku jetonte, të qenit grua e martuar dhe pa fëmijë ishte një stigmë, një arsye për të qenë e përçmuar dhe e injoruar. Kur Mirala kishte filluar të punonte te Rexhepi, ajo kishte gjetur diçka që nuk e kishte pritur: mirësi. Rexhepi, edhe pse i vjetër dhe i lodhur, ishte një njeri i sjellshëm, që e trajtonte atë me respekt. Ai nuk e shihte si një shërbëtore, por si një njeri me dinjitet. Dhe ngadalë, mes bisedave të vogla dhe momenteve të qeta, mes tyri kishte lulëzuar diçka më shumë se një marrëdhënie pune. Mirala e kuptonte dhimbjen e Rexhepit. Ajo e shihte në sytë e tij mall për gruan e vdekur, por edhe një vetmi të thellë që e hante nga brenda. Dhe Rexhepi, nga ana e tij, e shihte tek Mirala një grua që kishte vuajtur, që kishte qenë e injoruar nga shoqëria, por që kishte ende një zemër të ngrohtë dhe një shpresë të fshehtë për diçka më shumë. Nuk kishte qenë dashuri e çmendur, apo pasion i zjarrt. Ishte diçka më e thjeshtë, më njerëzore. Një lidhje mes dy shpirtrave të vetmuar, të lodhur nga jeta, që kishin gjetur ngushëllim në shoqërinë e njëri tjetrit. Një ditë, Mirala i kishte thënë Rexhepit: "Rexhep, ti je një njeri i mirë, të gjithë të respektojnë, por ti je i vetëm, unë jam e vetme. Ndoshta mund të ndihmojmë njëri tjetrin." Rexhepi e kishte shikuar me një përzierje çudie dhe butësie. "Çfarë do të thotë kjo, Mirala? Ti je e re, unë jam një plak i thyer. Çfarë mund të ofroj një njeri si unë për një grua si ti?" Mirala kishte ulur kokën dhe në zërin e saj kishte pasur një dridhmë të lehtë. "Unë nuk dua pasuri, Rexhep, nuk dua gjëra të mëdha. Dua vetëm një familje, një vend ku të ndihem se i përkas dikujt. Edhe në moshën që ke, ti më jep atë që askush tjetër nuk ma ka dhënë: respekt." Ato fjalë kishin prekur Rexhepin thellë. Ai kishte menduar shumë, kishte luftuar me veten dhe me përfiturimet e shoqërisë, por në fund kishte vendosur të dëgjonte dhemrën. Nuk ishte një vendim i lehtë, por ishte një vendim njerëzor. Në vjeshtën e vitit 2020, Rexhepi dhe Mirala ishin martuar. Një ceremoni e thjeshtë, pa pompozitet, vetëm me praninë e një imami dhe disa dëshmitar. Fëmijët e Rexhepit kishin mbetur pa fjalë, disa kishin qenë të indinjuar, të tjerë të hutuar, dhe vetëm pak prej tyre kishin treguar mbështetje. "Baba, çfarë po bën?" kishte thirrur Iliri, djali më i madh i Rexhepit. "Ti je 80 vjeç, ajo është 38. Çfarë do të mendojnë njerëzit?" Rexhepi kishte mbetur i qetë, por i vendosur. "Ilir, unë e di sa vjeç jam, e di edhe çfarë do të thonë njerëzit, por unë nuk jam martuar për njerëzit. Jam martuar për mua dhe për Miralën. Ajo është një grua e mirë dhe unë nuk do ta lë të vuaj vetëm sepse shoqëria ka paragjykime." Por paragjykimet kishin qenë të ashpra. Njerëzit në Gjakov kishin filluar të flisnin. Në pazare, në xhami, në shtëpi, emri i Rexhepit ishte bërë temë për buzie. "E ke dëgjuar për Rexhepin? Është martuar me një vajzë sa një peresha e tij. Ka humbur mendët burri i gjor. Ajo është pas paras, sigurisht, çfarë tjetër mund të jetë?" Por Mirala nuk ishte pas paras. Rexhepi nuk kishte pasuri. Ajo ishte pas diçkaje tjetër, një mundësie për të ndërtuar atë që nuk e kishte pasur kurrë, një familje. Muajt kalonin dhe jeta e Rexhepit dhe Miralës po ndërtohej ngadalë. Ajo kujdesej për të me devotshmëri dhe ai i akthente me mirënjohje dhe respekt. Në heshtje, mes mureve të shtëpisë së vogël, ata kishin gjetur një qetësi që të dy e kishin ndëruar. Por një ditë të prillit të vitit 2021, Mirala i kishte sjell një lajm që Rexhepi nuk e kishte pritur kurrë. "Rexhep, unë jam shtatzën." Për një moment, koha kishte ndaluar. Rexhepi e kishte shikuar Miralën duke mos ditur nëse kishte dëgjuar sakt. Çfarë the?"
Jam shtatzën, Recep. Do të bëhesh baba përsëri. Recepi kishte ndjerë një valë emocionesh që i kishin përmbysur. Gëzim, frikë, konfuzion, përgjegjësi. Si mund ta bënte këtë në moshën 81 vjeç? Si mund të rrisë një fëmijë kur trupi i tij po dobësohej çdo ditë? Por kur kishte parë lotët e lumturisë në sytë e Miralës, kishte kuptuar se nuk kishte zgjedhje. Ky fëmijë ishte një mrekulli, një bekim, pse jo edhe një provë fundit nga jeta. Dhe kështu, në dhjetor të vitit 2021, Mirala kishte lindur një djalë. Recepi, në moshën 81 vjeç, ishte bërë baba për herë të 13. Fëmia u emërua Emin, një emër që do të thoshte besnik dhe i besueshëm. Dhe në atë moment, kur Recepi e kishte mbajtur për herë të parë Eminin në krahët e tij të vjetër, kishte ndjerë diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, shpresë. Por kjo ishte vetëm fillimi i një historie që do të tronditej edhe më shumë familjen, shoqërinë dhe të gjithë ata që do ta dëgjonin. Çfarë mendoni deri tani? A mund ta imagjinoni veten në vendin e Recepit? Historia sapo ka filluar, dhe ajo që vjen është edhe më e pabesueshme. Lindja e Eminit kishte qenë një tërmet në jetën e Recepit, por edhe një çast i pastër gëzimi. Ai e dinte që ky fëmijë ishte një mrekulli, diçka që shumica e njerëzve në moshën e tij nuk do ta përjetonin kurrë. Por ajo që Recepi nuk e kishte imagjinuar ishte se sa e vështirë do të ishte baba në 81 vjeç. Netët e para pas lindjes ishin një kaos i plot. Emini qante pothuajse çdo 2 orë, dhe edhe pse Mirala ishte ajo që kryesisht kujdesej për foshnjën, Recepi nuk mund të flinte. Çdo lot i Eminit ishte një shqetësim për të, çdo rënkim një alarm që e zgjonte. Ai donte të ndihmonte, por trupi i tij nuk bashkëpunonte. Duart i dridheshin kur përpiqej të mbante foshnjën, dhe shpina e tij e dhembur e bënte të pamundur të qëndronte në këmbë për shumë kohë. Një natë, kur Emini kishte qenë veçanërisht i parehur, Recepi ishte ulur në karrigen e tij të vjetër dhe kishte ndjerë lotët duke i rrjedhur në faqe. Mirala, kishte thënë ai me zë të lodhur, si do ta bëjmë këtë? Unë jam shumë i vjetër, trupi im po dështon. Si mund të jem një baba i mirë për këtë djalë kur mezi mund të çohem nga krevati? Mirala, e lodhur dhe me radhë të thella nën sy, kishte ardhur pranë tij dhe ja kishte vendosur dorën në supë. Recep, ti nuk duhet të jesh i përsosur. Ti duhet vetëm të jesh këtu. Emini nuk ka nevojë për një baba që mund të vrapoj ose të luaj. Ka nevojë për një baba që e do dhe që është pranë tij. Dhe ti je pikërisht kjo. Ato fjalë i kishin dhënë Recepit një forcë të re. Ai e kishte kuptuar se nuk mund të ishte baba i ri, energjik që kishte qenë dikur, por mund të ishte diçka tjetër. Një baba i dashur, i durueshëm, i urtë. Por bota jashtë shtëpisë së Recepit nuk ishte aq e mirë kuptuar. Sapo lajmi për lindjen e Eminit ishte përhapur, qyteti i vogël i Gjakovës kishte shpërthyer në thashetheme. Në çdo qoshe, në çdo kafene, në çdo shtëpi, njerëzit po flisnin për Recepin. Disa me tallje, disa me përbuzje, dhe vetëm pak me mirëkuptim. E dini që Recepi pati fëmijë në 81 vjeç? Thoshte një grua në pazar. Është e paprecedent. Çfarë do të mendoja ai djalë kur të rritet dhe të shohë që baba i tij është më i vjetër se gjyshi i shokëve të tij? Ai plak nuk ka turp, shtonte një tjetër. Në atë moshë duhet të mendonte për ahiretin, jo për të pasur fëmijë. Fjalët ishin të ashpra, dhe ato kishin arritur deri te Recepi. Ai e dëgjonte gjithçka, por përpiqej të mos e tregonte se sa e lëndonte. Por një ditë, kur kishte dalë për të blerë disa gjëra të nevojshme, një njeri kishte thënë diçka që e kishte goditur më thellë se çdo gjë tjetër. Recep, ti je një egoist, kishte thënë burri, një fqinj i vjetër. Ke menduar ndonjëherë për atë fëmijë? Çfarë jete do të ketë ai kur ti të vdesësh? Do të jetë jetim para se të shkojë në shkollë. Recepi kishte ndaluar në vend dhe kishte shikuar fqinjen me një shprehje të thellë dhimbjeje. Mendoj për të çdo ditë, kishte thënë ai ngadalë. Dhe po, kam frikë. Kam frikë se nuk do t'i jem këtu për të. Por çfarë duaj të boja? Ta refuzoja atë fëmijë? Ta braktisja Miralën?
Jeta na ka dhënë këtë mundësi dhe unë do të bëj gjithçka që mundem për ta jetuar. Por fjalët e fqinjit kishin mbetur me të. Çdo natë, kur shikonte Eminin duke fjetur, Rexhepi mendonte për të ardhmen. Çfarë do të ndodhte kur ai të mos ishte më? Kush do të kujdesej për Eminin? Fëmijët e tij të mëdhenj kishin jetët e tyre, familjet e tyre. A do ta pranonin ata këtë vëlla të ri? Këtë fëmijë që kishte ardhur nga një martesë që shumica e tyre e kishin kundërshtuar? Fëmijët e Rexhepit kishin reagime të ndryshme ndaj lindjes së Eminit. Iliri, djali më i madh, ishte i ndinjuar. Ai nuk e kishte vizituar babain e tij që nga dita kur kishte dëgjuar lajmin. Nuk mund ta besoj, i kishte thënë Iliri gruas së tij. Babai ka humbur mendit, si mund të bëj këtë në moshën e tij? Dhe ajo grua, Mirala, sigurisht që është pas trashëgimisë. Por, çfarë trashëgimie Ilir? Kishte pyetur gruaja. Babai yt nuk ka shumë, ka një shtëpi të vjetër dhe një pension të vogël. Ajo është pas diçkaje, kishte ngulur këmbë Iliri. Askush nuk martohet me një plak 80 vjeç pa një arsye. Por jo të gjithë fëmijët e Rexhepit mendonin kështu. Fatimena, vajza e dytë, kishte treguar më shumë mirë kuptim. Ajo kishte shkuar ta vizitoj babain e saj pak pas lindjes së Eminit. Baba, kishte thënë ajo duke u ulur pranë tij. E di që kjo është e vështirë për të gjithë, por unë të njoh. Ti nuk do të kishe bërë këtë nëse nuk do të kishte qenë e drejtë. Rexhepi kishte shikuar vajzën e tij me lot në sy. Fatimen, unë nuk jam i përsosur. E di që kam bërë një vendim që shumë nuk e kuptojnë, por unë e dua këtë fëmijë dhe e dua Miralën. Ajo më ka dhënë diçka që mendova se kisha humbur për gjithmonë, një qëllim për të jetuar. Fatimena kishte përqafuar babain e saj. Atëherë unë do të të mbështes, baba, nuk do të lë vetëm. Ato fjalë kishin qenë një dritë në errësirën që Rexhepi po ndjente. Jo të gjithë e kishin braktisur, jo të gjithë e kishin gjykuar, dhe kjo i kishte dhënë forcë për të vazhduar. Muajt kaluan dhe Emini po rritej. Ai ishte një fëmijë i gjallë, me sy të kaltër dhe një buzëqeshje që e ndriconte dhomën. Rexhepi kalonte orë të tëra duke i shikuar, duke e përkëdhelur, duke i kënduar këngë të vjetra shqiptare. Një ditë, kur Emini kishte rreth 6 muaj, Mirala e kishte gjetur Rexhepin duke qarë në heshtje ndërsa mbante foshnjën. Çfarë ndodhi Rexhep? Kishte pyetur ajo me shqetësim. Rexhepi kishte fshirë lotët dhe kishte buzëqeshur me dhimbje. Asgjë, Mirala, vetëm që shikova këtë fëmijë dhe mendova se sa fat kam që jam këtu, por njëkohësisht mendova se sa pak kohë më ka mbetur me të. Çdo ditë që kalon është një ditë më pak që do të kaloj me Eminin. Mirala kishte ulur kokën, sepse e dinte se Rexhepi kishte të drejtë, por pastaj kishte thënë diçka që e kishte prekur thellë. Rexhep, cilësia e kohës është më e rëndësishme se sasia. Disa fëmijë rriten me baballar që janë të pranishëm fizikisht, por të largët emocionalisht. Emini do të rritet duke e ditur se është dashur, dhe kjo është më e rëndësishmja. Por pavarësisht nga dashuria që ndjente për Eminin, Rexhepi po përballej me sfida të mëdha. Shëndeti i tij po kërkonte çmimin e moshës. Ai kishte filluar të ketë probleme me zemrën dhe doktorët e kishin paralajmëruar se duhej të kujdesej më shumë për veten. Një ditë, ndërsa po luante me Eminin, Rexhepi kishte ndjerë një dhimbje të mprehtë në gjoks. Kishte rënë në karrige duke u përpjekur të merrte frym. Mirala kishte vrapuar pranë tij, e tmerruar. Rexhep, çfarë ndodhi? Asgjë, vetëm një dhimbje e vogël, kishte thënë ai, por zëri i tij nuk ishte i bindshëm. Mirala e kishte çuar menjëherë në spital. Doktorët kishin thënë se ishte një paralajmërim i vogël, por që duhej marrë seriozisht. Zoti Krasmiqi, kishte thënë doktori, ju duhet të kuptoni se trupi juaj nuk është më ai një njeriu të ri. Duhet të pushoni më shumë, të mos stresoheni dhe të merrni ilaçet siç duhet. Rexhepi kishte pranuar, por në zemër e dinte se nuk mund të pushonte. Kishte një fëmijë për të rritur, një familje për të mbështetur. Koha nuk e priste askënd. Ndërkohë, në gjirin e komunitetit, diskutimet për Rexhepin nuk kishin ndaluar. Një ditë, në xhami, imami kishte folur për respektin ndaj të moshuarve dhe për rëndësinë e familjes. Pas namazit, disa burra kishin diskutuar mes tyre. "Çfarë mendoni për Rexhepin?" kishte pyetur njëri. "Unë mendoj se ka vepruar gabim", kishte thënë një tjetër. "Në atë moshë nuk duhet të mendosh për fëmijë."
Por një plak tjetër, pak më i vjetër se Rexhepi, kishte ndërhyrë. Kush jemi ne për ta gjykuar? Zoti i jep jetën dhe ja merr. Nëse Zoti ja ka dhënë Rexhepit këtë fëmijë, atëherë ka një urtësi në këtë. Ne nuk e dim çfarë ka në zemrën e tij ose çfarë ka vuajtur. Le ta lëm të jetojë në paqe. Ato fjalë kishin qetësuar diskutimin, por nuk e kishin ndaluar plotësisht, thashë themin. Rexhepi e dinte se nuk mund të kontrollonte atë që njerëzit mendonin apo thonin. Mund të kontrollonte vetëm veprimet e tij dhe dashurinë që i jepte familjes së tij. Një ditë dimri, kur Emini kishte pothuajse 1 vjeç, Rexhepi ishte ulur pranë sobës dhe po shikonte foshnjën duke gatuar me lodrën e tij. Ishte një moment i qetë, i thjeshtë, por i mbushur me kuptim. Mirala kishte ardhur pranë tij dhe kishte thënë diçka që e kishte tronditur. Rexhep, unë jam shtatzën përsëri. Rexhepi e kishte shikuar me gojë hapur, duke mos ditur se si të reagonte. Si është e mundur? Doktori konfirmoi sot, kishte thënë Mirala, me një përzierje gëzimi dhe shqetësimi në zë. Do të kemi një fëmijë tjetër. Rexhepi kishte ndier një val emocionesh, gëzim, frikë, panik, shqetësim, gjithçka në të njëjtën kohë. Si mund ta bënte këtë përsëri? Ai tashmë po luftonte me shëndetin për të kujdesur për Eminin, si do të arrinte të rrisë 2 fëmijë në këtë moshë. Por kur kishte parë shpresën në sytë e Miralës, kishte kuptuar se nuk kishte zgjedhje. Kjo ishte realiteti i ri dhe ai duhej ta pranonte. Mirala, kishte thënë ai me zë të ngrirë, unë nuk e di nëse mund ta bëj këtë. Trupi im po më tradhton çdo ditë. Ti nuk je vetëm, Rexhep, kishte thënë Mirala duke ja kapur dorën. Ne do ta bëjmë së bashku. Unë jam këtu dhe kjo është dëshira e Zotit. Ne duhet ta pranojmë. Rexhepi kishte mbyllur syt dhe kishte lëshuar një psherëtim të gjatë. E dinte se jeta e tij po bëhej gjithnjë e më e vështirë, por gjithashtu e dinte se nuk mund ta braktiste familjen e tij. Lajmi për shtatzaninë e dytë të Miralës kishte përhapur më shpejt se era. Nëse lindja e Eminit kishte shkaktuar thashë theme, tani qyteti i tërë po fliste për Rexhepin sikur të ishte bërë një lajm kombëtar. 2 fëmijë në 80, thoshin gratë në treg. Ky njeri ka humbur plotësisht arsyen. Është e turpshme, shtonte një tjetër. Çfarë shembulli po u jep fëmijëve të tjerë? Por kishte edhe njerëz që mendonin ndryshe. Disa gramë të moshuara, që kishin kaluar në përjetë të vështira dhe e njihnin vuajtjen, ishin më të sjellshme. Kush jemi ne për ta gjykuar? Thoshte një plak. Nëse Zoti ja ka dhënë këto fëmijë, atëherë ka një arsye. Ndoshta ai është duke e testuar, ose ndoshta po i jep një shans të fundit për të ndjerë dashurinë. Por zërat e mirëkuptimit ishin të rrallë. Shumica e njerëzve ishin të ashpër në gjykimet e tyre. Fëmijët e Rexhepit kishin reaguar edhe më keq këtë herë. Iliri kishte ardhur në shtëpinë e babait të tij, plot zemërim. Baba, çfarë po bën? Kishte bërtitur ai. Një fëmijë nuk ishte mjaft. Tani do të kesh 2 në 83 vjeç. Çfarë po mendon? Rexhepi, i lodhur dhe i dobësuar, ishte ulur në karrigen e tij dhe kishte shikuar djalin me një shprehje të qetë por të vendosur. Ilir, unë nuk e kam planifikuar këtë, por ka ndodhur dhe unë nuk do ta braktis Miralën apo fëmijën. Po ne, kishte thirrur Iliri, a ke menduar për ne? Kur ti të vdesësh, kush do të kujdeset për këta fëmijë? Ne, fëmijët e tu të mëdhenj që kanë problemet e tyre, familjet e tyre? Unë nuk ju kërkoj të kujdeseni për ta, kishte thënë Rexhepi me qetësi, por as nuk do të toleroj që ti përçmoni. Ata janë vëllezrit dhe motrat tuaja. Iliri kishte ikur i zemëruar, duke mbyllur derën me forcë pas tij. Rexhepi kishte mbetur ulur, duke ndjer peshën e situatës mbi shpatullat e tij të lodhura. Por jo të gjithë fëmijët e tij kishin reaguar me zemërim. Fatimena kishte ardhur disa ditë më vonë dhe kishte sjellë dhurata për Eminin. Baba, kishte thënë ajo butësisht, e di që kjo është e vështirë, por unë jam këtu për ty. Nëse ke nevojë për ndihmë, më thuaj. Rexhepi kishte përqafuar vajzën e tij me lot në sy. Faleminderit, Fatimena, ti nuk e di sa shumë do të thotë kjo për mua. Muajt kalonin dhe shtatzania e Miralës po ecte përpara, por nuk ishte e lehtë. Ajo kishte filluar të ndjente dhimbje dhe lodhje të madhe. Doktorët e kishin paralajmëruar se duhej të kujdesej më shumë për veten,
por si mund ta bënte atë kur kishte një foshnjë 1 vjeçare për të kujdesur dhe një bashkëshort 83 vjeç që vetë kishte nevojë për ndihmë. Një natë, Mirala kishte rënë të fikët në kuzhinë. Rexhepi, edhe pse i dobët, e kishte gjetur dhe kishte thirrur menjëherë ndihmë. Ambulanca kishte ardhur dhe e kishte çuar në spital. Doktorët kishin thënë se ishte dehidratimi dhe lodhja ekstreme. Zonja Krasniqi, kishte thënë doktoresha, ju duhet të pushoni më shumë, ju jeni duke e rrezikuar veten dhe fëmijën. Si mund të pushoj? Kishte pyetur Mirala me lot në sy. Kam një foshnjë në shtëpi dhe një bashkëshort që ka nevojë për mua. Atëherë duhet të kërkoni ndihmë, kishte thënë doktoresha me butësi. Nuk mund ta bëni gjithçka vetë. Kur Mirala kishte kthyer në shtëpi, kishte folur me Rexhepin. Rexhep, ne kemi nevojë për ndihmë, nuk mund ta bëjmë vetëm. Rexhepi e dinte se ajo kishte të drejtë, por nga kush mund të kërkonin ndihmë? Fëmijët e tij të mëdhenj ishin të ndarë në mendimet e tyre. Disa nuk donin të dinin fare, të tjerë ishin shumë të zënë me jetën e tyre. Por Fatimena kishte ardhur në ndihmë. Ajo kishte filluar të vinte çdo ditë për të ndihmuar me Eminin dhe për të kujdesur për Miralën. Unë nuk mund t'ju lë vetëm, kishte thënë ajo. Pavarësisht nga çfarë mendojnë të tjerët, ju jeni familja ime. Në gusht të vitit 2022, Mirala kishte lindur një vajzë. Rexhepi në moshën 82 vjeç ishte bërë baba për herë të 14. Por dikush kishte numëruar gabim. Rexhepi kishte pasur 12 fëmijë me Fatimen e tij të parë dhe tani kishte 2 me Miralën. Totali ishte 14, jo 13. Por kjo detaj i vogël nuk kishte rëndësi për thashet e Megjind, që tashmë e kishin shpallur historinë si 83 vjeçari që bëri baba për herë të 13. Vajza u emërua Drita, sepse Mirala kishte thënë se ajo ishte drita në errësirën e jetës së saj. Por lindja e Dritës kishte qenë e vështirë. Mirala kishte pasur komplikime dhe doktorët kishin qenë të shqetësuar. Për disa orë, Rexhepi kishte pritur jashtë sallës së operacionit, duke lutur në heshtje që Mirala të mbijetonte. Kur doktori kishte dalë dhe i kishte thënë se Mirala dhe fëmia ishin mirë, Rexhepi kishte rënë në gjunjë dhe kishte falenderuar Zotin. Por doktori kishte shtuar diçka që e kishte tronditur. Zoti Krasniqi, ju duhet të kuptoni se gruaja juaj ka kaluar në përshumë. Trupi i saj ka nevojë për kohë për të shëruar, dhe ju duhet të kujdeseni për veten. Shëndeti juaj po përkeqësohet. Rexhepi e kishte ditur. Zemra e tij po dobësohej, këmbët nuk e mbalin më si dikur dhe shikimi po i errësohej. Por çfarë mund të bënte? Nuk mund të dorëzohej. Kishte 2 fëmijë të vegjël që vareshin prej tij. Historia po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar. Si do ta përballojë Rexhepi këtë sfidë të re? Dhe çfarë do të ndodh kur e gjithë shoqëria fillon ta gjykojë edhe më ashpër? Pjesa e ardhshme do t'ju lër pa fjalë. Muajt që pasuan lindjen e Dritës ishin ndër më të vështirët në jetën e Rexhepit. Ai tani kishte 2 foshnja, Eminin, që ishte pak më shumë se 1 vjeç, edhe Dritën, që ishte e porsalindur. Mirala, edhe pse e devotshme dhe punëtore, po luftonte me shërimin pas lindjes së vështirë. Shëndeti i saj nuk ishte rikuperuar plotësisht dhe shpesh ndjente dhimbje dhe dobësi. Rexhepi, nga ana e tij, po kthehej në një hije të vetvetes. Ai zgjohej herët në mëngjes, edhe pse trupi i tij e lutet për pushim. Detyrës së parë ishte të ndihmonte Miralën me fëmijët. Emini kishte filluar të ecte dhe ishte bërë shumë aktiv, duke kërkuar vëmendje konstante. Drita, nga ana tjetër, qante shpesh dhe kishte nevojë për ushqim çdo disa orë. Një mëngjes, Rexhepi po përpiqej të ushqente Dritën me biberon, ndërsa Emini po kërkonte të ngjitej në gjunjët e tij. Duart e tij të vjetra po dridheshin, edhe në një moment biberoni i kishte rrëshqitur nga dora dhe kishte rënë në dysheme. Jo, kishte murmuritur Rexhepi, duke u përkulur të ngadalshëm për ta marrë. Por kur ishte përkulur, kishte ndjer një dhimbje të mpret në shpinë që e kishte bërë të ulëriste. Mirala kishte vrapuar nga dhoma tjetër. Rexhep, çfarë ndodhi? Shpina ime nuk mund të lëviz, kishte thënë ai me zë të mbytur nga dhimbja. Mirala e kishte ndihmuar të ulej në karrige dhe kishte thirrur Fatimenën, e cila kishte ardhur menjëherë. Baba duhet të shkojë te doktori, kishte thënë Fatimene me shqetësim. Nuk mund të vazhdoj kështu. Por Rexhepi kishte refuzuar. Nuk mund të shkoj tani. Kush do të kujdeset për fëmijët? Unë do të kujdesem, kishte thënë Fatimene. Mirala duhet të pushoj dhe ti duhet të kontrollohesh, nuk ke zgjedhje baba. Me dëshpërim, Rexhepi kishte pranuar.
Fatimene e kishte çuar te doktori, i cili kishte konfirmuar atë që të gjithë e dinin. Trupi i Rexhepit po shkatërrohej nga mosha dhe nga stresi. Zoti Krasniqi, kishte thënë doktori me seriozitet, ju duhet të kuptoni se trupi juaj nuk mund të vazhdojë në këtë ritëm. Zemra juaj është e dobët, shpina juaj ka probleme serioze dhe presioni juaj i gjakut është shqetësues. Nëse nuk ndërmerrni masa, mund të keni një atak të zemrës ose diçka edhe më të keqe. Çfarë masash? Kishte pyetur Rexhepi. Duhet të pushoni, të mos ngrini peshë, të mos stresoheni, të merrni ilaçe rregullisht dhe të keni dikë që ju ndihmon me detyrat e rënda. Rexhepi kishte kthyer në shtëpi me një recetë të re ilaçesh dhe me një ndjenjë thellë barzimi. Si mund të pushonte kur kishte 2 foshnja që vareshin prej tij? Si mund të mos stresohej kur e gjithë bota po e gjykonte? Por përtej mureve të shtëpisë së Rexhepit, situata po bëhej edhe më e vështirë. Në Gjakov, historia e tij kishte bërë bujë. Mediat lokale kishin filluar të shkruanin për të, duke portretizuar si plaku që po sfidonte natyrën, ose burri që po vepronte në mënyrë të papërgjegjshme. Një gazetar lokal kishte shkruar një artikull me titull "A është etikisht e pranueshme që një 83 vjeçar të bëjë fëmijë?" Artikulli kishte nxitur debate të ashpra. Disa njerëz kishin mbrojtur Rexhepin, duke thënë se ishte çështje private dhe se askush nuk ishte të drejtë ta gjykonte, por shumica kishin qenë kritik. Ky njeri po vepron në mënyrë egoiste, kishte shkruar një komentues. Fëmijët e tij do të rriten pa një baba të vërtet, sepse ai do të jetë shumë i vjetër për t'i mbështetur. Çfarë do të mendojnë ata kur të shkojnë në shkollë dhe të shohin se babai i tyre duket si gjyshi i shokëve të tyre? Kishte shtuar një tjetër. Por kishte edhe zëra që e mbronin. Kush jemi ne për ta gjykuar? Kishte shkruar një grua. Dashuria nuk ka moshë. Nëse ai dhe gruaja e tij janë të lumtur dhe po kujdesen për fëmijët, atëherë le t'i lëmë në paqe. Rexhepi kishte lexuar artikullin një ditë kur Fatimeni ja kishte sjell. Ai kishte qëndruar i heshtër për një kohë të gjatë, duke lënë që fjalët të depërtonin. A mendojnë vërtet kështu njerëzit? Kishte pyetur ai me zë të ulët. Disa po, baba, kishte thënë Fatimen, por jo të gjithë. Ka shumë njerëz që të respektojnë për ato që po bën, por ata që nuk më respektojnë, a kanë të drejtë? Kishte pyetur Rexhepi duke shikuar vajzin me sy plot dyshim. A jam unë egoist? Fatimen kishte ulur kokën pranë tij dhe ja kishte kapur dorën. Baba, ti nuk je egoist. Ti je një njeri që po përpiqet të bëjë më të mirën në një situatë të vështirë. Askush nuk e di se si është të jesh në vendin tënd. Askush nuk e di çfarë ke kaluar dhe askush nuk ka të drejtë ta gjykojë. Por fjalët e Fatimenës, edhe pse të sinqerta, nuk mund t'i largonin plotësisht dyshimet nga mendja e Rexhepit. Ai shpesh qëndronte zgjuar natën, duke menduar për të ardhmen e Eminit dhe Dritës. Çfarë do të ndodhte me ta kur ai të mos ishte më? Kush do t'i mbante? Kush do t'i mësonte? Kush do t'i donte? Një ditë, Iliri kishte ardhur në shtëpinë e babait të tij. Nuk kishte ardhur prej muajsh dhe Rexhepi kishte qenë i befasuar ta shihte. Ilir, kishte thënë Rexhepi, duke u ngritur nga karrigja, jam i lumtur që ke ardhur. Por Iliri nuk kishte ardhur për të folur. Baba, kishte thënë ai me një ton të ftohtë, ne duhet të flasim. Për çfarë? Për gjendjen e kësaj shtëpie, për atë që po ndodh këtu. Rexhepi kishte ndjer një ngjeshje në gjoks. Çfarë dëshiron të thuash? Iliri kishte marrë frym thellë duke u përpjekur të mbante qetësinë. Baba, ti po vdes, ne të gjithë e shohim, ti nuk mund të vazhdosh kështu, dhe ata fëmijë, ata nuk janë përgjegjësia jote. Ti ke rritur 12 fëmijë, ke bërë detyrën tënde. Ata janë përgjegjësia ime, kishte thënë Rexhepi me zë të vendosur. Janë fëmijët e mi. Jo, baba, kishte thënë Iliri me ashpërsi. Ata janë fëmijët e asaj gruaje. Ajo të ka manipuluar. Ajo e dinte se ti ishe i vetëm dhe i dobët dhe të ka përdorur. Mjaft, kishte bërtitur Rexhepi, me një forcë që nuk e kishte treguar prej kohësh. Nuk do të dëgjoj më shumë fjalë të tilla për Miralën. Ajo është gruaja ime dhe ajo nuk më ka manipuluar. Ne kemi ndërtuar diçka së bashku dhe unë nuk do ta lejoj askënd ta shkatërroj. Iliri kishte mbetur i heshtur për një moment, i shokuar nga reagimi i babait të tij. Baba, unë po përpiqem të ndihmoj, kishte thënë ai më butë. Po të them të vërtetën, kur ti të vdesësh, kush do t'i mbajë ata fëmijë? Ne? Unë kam 4 fëmijë të mi. Motrat dhe vëllezërit e tjerë kanë familjet e tyre.
askush nuk mund të marrë përsipër 2 fëmijë të tjerë. Unë nuk ju kërkoj të merrni përsipër, kishte thënë Rexhepi, por as nuk do të toleroj që të flasin keq për ta. Ata janë vëllezërit dhe motrat tuaja dhe meritojnë respekt. Iliri kishte tundur kokën me zhgënjim dhe kishte ikur pa thënë asgjë tjetër. Rexhepi kishte mbetur ulur, duke ndjerë një dhimbje të thellë në zemër. Ai e donte djalin e tij, por nuk mund ta linte të shpërfillte familjen e re që kishte ndërtuar. Javët kalonin dhe jeta në shtëpinë e Rexhepit vazhdonte të ishte e vështirë. Emini po rritej shpejt dhe po bëhej gjithnjë më aktiv. Ai kishte filluar të flas fjalë të para dhe çdo herë që thërriste "baba", Rexhepi ndjente një ngrohtësi që ja zbuste dhimbjen fizike. Drita, nga ana tjetër, ishte ende shumë e vogël dhe kërkonte kujdes konstant. Mirala po bënte më të mirën që mundej, por shëndeti i saj ende nuk ishte rikuperuar plotësisht. Ajo shpesh ndjente lodhje dhe dhimbje dhe doktorët e kishin këshilluar të mos punonte shumë. Një mbrëmje, ndërsa Rexhepi po i jepte darkë Eminit, fëmia e kishte shikuar me ato sy të mëdhenj, të kaltër dhe kishte thënë: "Baba, të dua." Ato fjalë të thjeshta kishin goditur Rexhepin me një forcë që nuk e kishte pritur. Ai kishte lëshuar lugën dhe kishte përqafuar fëmijën, duke lënë që lotët të rrjedhin lirisht. "Edhe unë të dua djalin tim, më shumë se sa mund të imagjinosh." Në atë moment, të gjitha dyshimet, të gjitha kritikat, të gjitha fjalët e ashpra të njerëzve kishin zhdukur. Ajo që mbeti ishte vetëm dashuria e pastër mes një babai dhe një djali. Por realiteti ishte ende i ashpër. Rexhepi kishte filluar të ketë probleme më serioze me shëndetin. Një ditë, ndërsa po luante me Eminin, kishte ndjerë një dhimbje të fortë në gjoks. Kishte përpjekur ta fsheh, por Mirala e kishte vënë re. "Rexhep, çfarë ndodhi?" "Asgjë, vetëm një dhimbje e vogël," kishte thënë ai, por zëri i tij nuk ishte qenë i bindshëm. Mirala kishte insistuar që të shkonin te doktori. Rezultatet kishin qenë shqetësuese. Zemra e Rexhepit po dobësohej më shpejt se sa kishin menduar doktorët. "Zoti Krasniqi," kishte thënë kardiologu me seriozitet, "ju duhet të kuptoni se jeni në rrezik të lartë për një atak zemre. Nëse nuk ndryshoni mënyrën e jetesës tuaj, pasojat mund të jenë fatale." "Çfarë dëshironi që të bëj?" kishte pyetur Rexhepi me dëshpërim. "Kam 2 foshnja që varen prej meje." "Kuptoj situatën tuaj," kishte thënë doktori, "por ju duhet të gjeni ndihmë, nuk mund ta bëni vetëm. Trupi juaj nuk po e përballon." Kur kishin kthyer në shtëpi, Mirala kishte qëndruar e heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj kishte thënë: "Rexhep, ndoshta duhet të kërkojmë ndihmë nga fëmijët e tu të mëdhenj." "Ata nuk duan të ndihmojnë," kishte thënë Rexhepi me idhërim. "Shumica prej tyre më kanë kthyer shpinën." "Por Fatimen është këtu. Ajo po na ndihmon. Ndoshta ka të tjerë që do të vinin nëse do t'i pyesnim." Rexhepi kishte menduar për këtë. Ishte e vërtetë që Fatimen kishte qenë një mbështetje e madhe, por a do të ishin të tjerët të gatshëm të bënin të njëjtën gjë? Në ditët që pasuan, Fatimen kishte kontaktuar vëllezërit dhe motrat e saj. Ajo i kishte ftuar të gjithë në një mbledhje familjare për të diskutuar situatën e babait të tyre. Disa kishin ardhur me vullnet, të tjerë me rezerva. Iliri kishte ardhur, por me një shprehje të ftohtë në fytyrë. Gjithsej, 8 nga 12 fëmijët e Rexhepit kishin ardhur në atë mbledhje. Fatimen kishte qenë ajo që kishte filluar diskutimin. "Ju e dini pse jemi këtu," kishte thënë ajo. "Babai ynë po vuan, shëndeti i tij po përkeqësohet çdo ditë. Ai ka 2 foshnja të vegjël për të kujdesur dhe nuk mund ta bëj vetëm. Ne duhet ta ndihmojmë." "Pse duhet?" kishte pyetur Iliri me ashpërsi. "Ai bëri një zgjedhje. Ai vendosi të martohej me atë grua dhe të ketë fëmijë në moshën 80. Pse duhet ne të paguajmë për zgjedhjen e tij?" "Sepse është babai ynë," kishte thirrur Fatimen. "Pavarësisht nga çfarë mendojmë për vendimet e tij, ai na ka rritur ne, na ka dhënë gjithçka që kishte. Tani është radha jon ta ndihmojmë." Kishte pasur një heshtje të gjatë. Pastaj një nga motrat, e quajtur Zeynep, kishte folur. "Fatimen ka të drejtë," kishte thënë ajo. "Unë nuk jam dakord me atë që bëri babai, por nuk mund ta braktis. Unë jam e gatshme të ndihmoj." Ngadalë, disa të tjerë kishin rënë dakord, por Iliri dhe disa vëllezër të tjerë kishin mbetur të heshtur, të pavendosur. "Unë do të mendoj për këtë," kishte thënë Iliri në fund, "por nuk premtoj asgjë." Mbledhja kishte përfunduar me një marrëveshje të pjesshme. Fatimen,
Zeynep dhe 2 vëllezër të tjerë do të ndihmonin me rotacion, duke ardhur çdo javë për të kujdesur për Eminin dhe Dritën dhe për ta lehtësuar barrën mbi Rexhepin dhe Miralën. Kur Fatimeni ja kishte treguar babait të saj këtë vendim, Rexhepi kishte qarë. "Faleminderit", kishte thënë ai. "Nuk e di si t'ju falenderoj." "Nuk ka nevojë të falenderohesh, baba", kishte thënë Fatimen. "Ti je babai ynë dhe ne të duam." Me ndihmën e fëmijëve të tij të mëdhenj, jeta e Rexhepit po bëhej pak më e lehtë. Ai akoma kishte ditë të vështira, por të paktën tani nuk ishte plotësisht vetëm. Fatimen vinte çdo të hënë, Zeynep çdo të enjte dhe vëllezërit e tjerë merrnin kujdesin e fundjavëve. Emini po rritej dhe po bëhej një djalë i zgjuar, plot energji. Ai kishte filluar të luante me lodra dhe të tregonte personalitet. Drita, edhe pse ende shumë e vogël, po fillonte të buzëqeshte të reagonte ndaj zërave të njohur. Një ditë, ndërsa Rexhepi po rrinte ulur me Eminin në prehër dhe Dritën në djep pranë tij, kishte njerë një ndjenjë paqeje që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Ishte një moment i thjeshtë, por i mbushur me kuptim. "A e sheh Mirala?" kishte thënë ai. "Ne ja dolëm, kundër të gjitha mundësive, ne ja dolëm." Mirala kishte buzëqeshur, edhe pse sytë i ishin mbushur me lot. "Po Rexhep, ja dolëm. Por a do të mjaftonte kjo?" Historia e Rexhepit po ndërlikohej gjithnjë e më shumë dhe sfida më e madhe ende nuk kishte ardhur. Dimri i vitit 2023 erdhi me një shi të ftohtë që shtrihej mbi Gjakovën si një batanie e lagësht. Rexhepi, tani 83 vjeç, po e ndjente më shumë se kur peshën e moshës. Çdo lëvizje ishte e dhimbshme, çdo frymëmarrje kërkonte përpjekje, por pavarësisht nga gjithçka, ai vazhdonte. Për Eminin dhe Dritën, ai do të vazhdonte derisa të mos mund të lëvizte më. Emini tani ishte 2 vjeç dhe plot jetë. Ai vraponte nëpër shtëpi, kërkonte vëmendje konstante dhe kishte filluar të bënte pyetje të panumërta. "Baba, ku shkon era?" "Baba, pse qielli është kaltër?" "Baba, mund të më blesh një top?" Rexhepi përpiqej t'i përgjigjej çdo pyetje me durim, edhe kur ndjente se trupi i tij po kërkonte pushim. Drita, nga ana tjetër, kishte filluar të zvarritej dhe po mësonte të fliste fjalët e para. Ajo ishte një fëmijë e qetë, me sy të mëdhenj që të shikonin sikur kërkonin të kuptonin gjithçka rreth saj. Një mbrëmje, ndërsa Rexhepi po i lexonte një përrallë Eminit para se të flinte, fëmia e kishte shikuar me kureshtje. "Baba, pse ti je i vjetër?" Pyetja e kishte befasuar Rexhepin. Ai kishte mbetur i heshtur për një moment, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura. "Sepse unë kam jetuar shumë Emin", kishte thënë ai butësisht. "Kam parë shumë gjëra, kam kaluar shumë vite, por kjo nuk do të thotë se nuk të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë." "Por ti do të vdesësh së shpejti?" kishte pyetur Emini me një pastërti fëminore që e kishte goditur Rexhepin në zemër. Rexhepi kishte njerë lotët duke i ardhur në sy, por i kishte mbajtur. "Të gjithë vdesin një ditë, djalim, por unë do të jem këtu për ty sa më shumë që të mundem, dhe edhe kur të mos jem, do të dua gjithmonë." Emini e kishte përqafuar babain e tij, dhe në atë moment Rexhepi kishte ndjerë se çdo sakrificë, çdo vuajtje kishte vlerë. Por ditët e Rexhepit po vështirësoheshin gjithnjë më shumë. Ai kishte filluar të ketë probleme me të ecurit. Këmbët e tij të vjetra nuk e mbanin më si dikur dhe shpesh i duhej të mbështetej në mure ose në një shtop për të lëvizur. Një ditë, ndërsa po përpiqej të ndiqte Eminin që po vraponte në përdhom, Rexhepi kishte rrëzuar. Kishte rënë me forcë dhe për një moment nuk kishte mundur të lëvizte. Dhimbja në shpinë kishte qenë e padurueshme. Miralasta kishte vrapuar dhe kishte thirrur menjëherë ambulancën. Rexhepi ishte quar në spital, ku doktorët kishin konfirmuar se kishte thyer një vertebër në shpinë. "Zoti Krashniqi", kishte thënë ortopedi, "ju duhet të qëndroni në spital për disa ditë, dhe pas kësaj do t'ju duhet terapi fizike. Por duhet të jeni të sinqert me veten. Në moshën tuaj, shërimi nuk do të jetë i plot, do t'ju duhet ndihmë për të lëvizur." Ato fjalë kishin qenë si një goditje për Rexhepin. Si mund të kujdesej për fëmijët e tij nëse nuk mund të lëvizte? Si mund të ishte një baba nëse nuk mund të qëndronte në këmbë? Kur Fatimen kishte ardhur ta vizitojë në spital, ai kishte thënë: "Fatimen, unë po dështoj, nuk mund ta bëj më." "Baba, ti nuk po dështon", kishte thënë ajo me butësi.
ti je duke bërë më të mirën që mundesh. Askush nuk mund të kërkojë më shumë. Por fëmijët, ata kanë nevojë për mua dhe unë nuk jam mjaft. Ata kanë nevojë për dashurinë tënde, jo për forcën tënde fizike, kishte thënë Fatimen. Dhe këtë ja jep çdo ditë. Rexhepi kaloi 3 javë në spital. Në atë kohë, Mirala u kujdes për fëmijët me ndihmën e Fatimenës dhe Zejnepes. Ishte një periudhë e vështirë për të gjithë, por veçanërisht për Eminin, që pyeste çdo ditë: "Ku është baba?" Mirala përpiqej t'ia shpjegonte se babai ishte në spital dhe do të kthehej shpejt, por Emini nuk e kuptonte plotësisht. Ai kishte filluar të bëhej i parehur, të qante më shpesh dhe të refuzonte të hante. Kur Rexhepi më në fund ktheu në shtëpi, Emini e kishte vrapuar drejt tij dhe e kishte përqafuar me një forcë që e kishte befasuar të gjithë. "Baba, baba", kishte bërtitur ai me gëzim. Rexhepi, edhe pse i dobësuar dhe duke u mbështetur në një karrocë me rrota, kishte përqafuar djalin e tij me lot në sy. "Më ke munguar, djali im, më ke munguar shumë." Ato ditë pas kthimit nga spitali ishin të vështira. Rexhepi tani kishte nevojë për karrocë me rrota për të lëvizur, dhe kjo e bënte edhe më të pamundur që të kujdesej për fëmijët vet. Por ai refuzoi të dorëzohej. Ai ende mund të luante me Eminin ndërsa rinte ulur, ende mund të mbante dritën në prehër, ende mund të lexonte përralla. Ndërkohë, në komunitet, diskutimet për Rexhepin kishin vazhduar. Disa njerëz kishin filluar ta shohin me më shumë simpati, veçanërisht pas lajmit se ai kishte rënë dhe ishte dëmtuar. "I gjori Rexhep", thoshin disa, "po vuan shumë për ata fëmijë." Por të tjerët ende ishin kritik. "Ky është rezultati i veprimit të papërgjegjshëm", thoshin ata. "Ai duhet ta kishte ditur se nuk do të mund të kujdesej për fëmijën në atë moshë." Një ditë, një grua e moshuar, fëqinje e Rexhepit, kishte ardhur ta vizitojë. Emri i saj ishte Hanife dhe ajo kishte qenë një mik i ngushtë i Fatimes, gruas së parë të Rexhepit. "Rexhep", kishte thënë ajo duke ulur pranë ty, "dua të them diçka." "Po, Hanife?" "E di që shumë njerëz po flasin për ty, e di që po të gjykojnë, por unë dua që të dish se unë nuk jam një prej tyre." "Faleminderit, Hanife", kishte thënë Rexhepi me mirënjohje. "Unë mendoj se ti po bën diçka të jashtëzakonshme", kishte vazhduar ajo. "Jo të gjithë do të kishin guximin që ke ti. Jo të gjithë do të sakrifikonin sa je duke sakrifikuar ti. Dhe për këtë, unë të respektoj." Ato fjalë kishin prekur thellë Rexhepin. Në një kohë kur aq shumë njerëz dhe gjukonin, të dëgjonte fjalë mbështetje ishte si një shpëtim. Pranvera e vitit 2023 erdhi me një ngrohtësi të këndshme që ja zbutu dhimbje në kockat e Rexhepit. Emini tani ishte rritur më shumë dhe kishte filluar të luante jashtë me fëmijët e tjerë të fëqinjësisë. Rexhepi e shikonte nga dritarja, duke parë se si djali i tij po bëhej pjesë e botës. Por kishte diçka që e shqetësonte. Fëmijët e tjerë, kur shikonin Rexhepin, flisnin mes tyre. "Ai është gjyshi i Eminit?" pyeste njëri. "Jo, është babai", përgjigjej tjetri. "Por ai është shumë i vjetër për të qenë baba." Emini, edhe pse i vogël, kishte filluar ta kuptonte se babai i tij ishte ndryshe nga baballarët e fëmijëve të tjerë. Dhe kjo e shqetësonte Rexhepin thellë. Një ditë, Emini kishte ardhur në shtëpi duke qarë. "Çfarë ndodhi, djali im?" kishte pyetur Rexhepi. "Ata thonë se ti nuk je babai im", kishte thënë Emini mes lotësh. "Thonë se ti je shumë i vjetër." Rexhepi kishte ndjerë zemrën duke ju nder. Ai e kishte marrë Eminin në prehër dhe ja kishte fshirë lotët. "Emin, dëgjo mua me kujdes", kishte thënë ai. "Unë jam babai yt. Nuk ka rëndësi nëse jam më i vjetër se baballarët e tjerë. Ajo që ka rëndësi është se unë të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë, dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë." "Por pse ti je kaq i vjetër?" kishte pyetur Emini me një pastërti që e kishte thyer zemrën e Rexhepit. "Sepse Zoti më ka dhënë ty vonë në jetë", kishte shpjeguar Rexhepi. "Por kjo nuk do të thotë se dashuria ime për ty është më e vogël. Në fakt, është edhe më e madhe, sepse e di se çdo moment me ty është i çmuar." Emini e kishte përqafuar babain e tij.
Dhe në atë moment, Rexhepit ishte kuptuar se edhe nëse bota e gjykonte, për Eminin ai do t'i ishte gjithmonë babai që e donte. Por sfida më e madhe ende nuk ishte ardhur. Në fund të pranverës, Mirala kishte filluar të ndjente dhimbje të pazakonta në bark. Fillimisht, ajo kishte menduar se ishte diçka e zakonshme, ndoshta një problem tretjeje. Por kur dhimbja kishte vazhduar dhe ishte përkeqësuar, ajo kishte shkuar te doktori. Rezultatet kishin qenë shqetësuese. Mirala kishte një cist në vezore që duhej të hiqej me operacion. Operacioni nuk është shumë i rrezikshëm, kishte thënë doktorja, por do t'ju duhet të qëndroni në spital për disa ditë dhe të pushoni për disa javë pas kësaj. Mirala kishte qenë e tmerruar, jo për operacionin, por për atë që do të ndodhte me fëmijët gjatë kohës që ajo do t'i ishte jashtë. Rexhep, si do ta bëjmë? Kishte pyetur ajo. Ti nuk mund t'i kujdesesh vetëm për Eminin dhe Dritën. Ne do të gjejmë një mënyrë, kishte thënë Rexhepi, edhe pse vetë nuk ishte i sigurt se si. Fatimen dhe Zeynep kishin ardhur në ndihmë. Ato kishin marrë përsipër të qëndronin në shtëpinë e Rexhepit për 2 javët që Mirala do t'i ishte në spital dhe në rikuperim. Operacioni kishte shkuar mirë, por Mirala kishte nevojë për kohë për t'u shëruar. Gjatë asaj kohe, Rexhepi kishte ndjerë peshën e situatës më shumë se kurrë. Ai donte të ndihmonte, por trupi i tij nuk bashkëpuntonte. Karrocia me rrota e bënte të pamundur që të lëvizte lehtësisht, dhe shëndeti i tij i përgjithshëm po përkeqësohej. Një natë, ndërsa Emini dhe Drita po flinin, Rexhepi kishte qenë i vetëm në dhomën e ndenjes. Ai kishte shikuar fotografitë e vjetra në mur, fotografitë të tij me Fatimen, me fëmijët e tyre të mëdhenj, me momentet e lumtura të jetës së tij të kaluar. Pastaj kishte shikuar në dhomën tjetër, ku Emini dhe Drita po flinin paqësisht. 2 botë të ndryshme, 2 jete të ndryshme, por të dyja të lidhura me të njëjtën dashuri. Ai kishte ndjerë lotët duke i rrjedhur në faqe, jo lot hidhërimi, por lot paqeje. Pavarësisht nga gjithçka, pavarësisht nga vështirësitë, ai kishte arritur të ndërtonte diçka të bukur, kishte arritur të jepte dashuri dhe të merrte dashuri. Në atë moment, kishte kuptuar se nuk kishte rëndësi çfarë thoshin njerëzit, nuk kishte rëndësi nëse e konsideronin egoist apo të papërgjegjshëm. Ajo që kishte rëndësi ishte që ai e dinte të vërtetën. Ai po bënte më të mirën që mundej, dhe dashuria e tij për fëmijët e tij ishte e pastër dhe e pakushtëzuar. Por historia e Rexhepit nuk ishte mbaruar ende. Sfida më e madhe, vendimi më i vështirë dhe mesazhi më i thellë ishin ende përpara. Vera e vitit 2024 erdhi me një nxehtësi të zjarrt që e bënte ajrin të dridhej mbi rrugët e Gjakovës. Rexhepi, tani pothuajse 84 vjeç, po e ndjente çdo ditë se trupi i tij po i afrohej fundit. Zemra e tij po dobësohej, frymarrja po bëhej më e vështirë dhe shikimi i tij po errësohej. Por pavarësisht nga gjithçka, ai vazhdonte. Për Eminin dhe Dritën, ai do të vazhdonte derisa të mos mund të merrte frymë. Emini tani ishte 3 vjeç dhe plot personalitet. Ai kishte filluar të shkonte në çerdhe dhe çdo ditë kthehej në shtëpi me histori të reja dhe pyetje të panumërta. Rexhepi dëgjonte çdo fjalë me një vëmendje që tregonte se sa shumë e çmonte këtë kohë. Drita, nga ana tjetër, ishte 2 vjeç dhe po fillonte të fliste më shumë. Ajo kishte një zë të ëmbël dhe një buzëqeshje që e ndriçonte dhomën. Rexhepi shpesh e mbante në prehër dhe i këndonte këngë të vjetra shqiptare, të njëjtat që ja kishte kënduar fëmijëve të tij të mëdhenj dekada më parë. Por një ditë gushti, diçka e tmerrshme kishte ndodhur. Rexhepi kishte pasur një atak të zemrës. Ishte një mëngjes i zakonshëm. Rexhepi po rrinte ulur në karrigen e tij, duke shikuar Eminin dhe Dritën duke luajtur me lodra. Mirela po gatuante mëngjesin në kuzhinë. Gjithçka dukej normale, paqësore, por papritur, Rexhepi kishte ndjerë një dhimbje të frikshme në gjoks, sikur dikush po ja shtrëngonte zemrën me një dorë të hekurt. Ai kishte përpjekur të bërtiste, por zëri nuk i kishte dalë. Kishte rënë nga karrigja dhe kishte rrëzuar në dysheme. Mirela kishte dëgjuar zhurmën dhe kishte vrapuar. Kur e kishte parë Rexhepin të shtrirë në dysheme, fytyra e bardhë dhe duke u përpjekur të merrte frymë, kishte ulëritur. Rexhep, Rexhep! Emini dhe Drita kishin filluar të qanin,
të friksuar nga pamja e babait të tyre. Mirela kishte thirrur menjëherë ambulancën, duart I dridheshin aq shumë sa mezi kishte mundur të mbante telefonin. "Ju lutem, ejani shpejt", kishte lutur ajo. "Burri im po vdes." Ambulanca kishte ardhur brenda 10 minutash, por për Miralën, ato minuta kishin qenë si një jetë e tërë. Ajo kishte mbajtur dorën e Rexhepit, duke I përshpëritur. "Qëndro me mua, Rexhep, mos më lër, fëmijët kanë nevojë për ty, unë kam nevojë për ty." Paramedikët e kishin ngarkuar Rexhepin në ambulancë dhe e kishin quar me urgjencë në spital. Mirala kishte thirrur Fatimenën, e cila kishte ardhur menjëherë për të marrë fëmijët. Në spital, doktorët kishin punuar me shpejtësi për ta stabilizuar Rexhepin. Ai kishte pasur një atak të rëndë të zemrës dhe për disa orë jeta e tij kishte qenë në rrezik. Fëmijët e Rexhepit kishin ardhur të gjithë në spital. Edhe Iliri, që kishte qenë larg për muaj të tërë, kishte ardhur. Të gjithë kishin pritur në korridorin e spitalit, të heshtur, të friksuar, duke u lutur që babai I tyre të mbijetonte. Pas 4 orësh, mjeku kishte dalë. Fytyra e tij ishte e lodhur, por kishte një shprehje lehtësimi. "Ai mbijetoi", kishte thënë mjeku, "por gjendja e tij është shumë e rëndë. Zemra e tij është shumë e dobët. Ai do të ketë nevojë për kujdes intensiv dhe edhe nëse shërohet, nuk do të jetë kurrë më I njëjti." Mirala kishte rënë në gjunjë dhe kishte filluar të qante. Fatimene kishte ngritur dhe e kishte përqafuar. "Ai është gjallë, Mirala, ai është gjallë." Rexhepi kaloi 3 javë në spital. Gjatë asaj kohe, ai kishte pasur kohë të mendonte për jetën e tij, për zgjedhjet që kishte bërë, për të ardhmen e fëmijëve të tij. Një ditë, kur Iliri I kishte ardhur ta vizitoj, Rexhepi I kishte thënë: "Ilir, unë e di që ti nuk ke qenë dakord me vendimet e mia, e di që ke menduar se jam egoist." Iliri kishte ulur kokën, duke u ndier I turpëruar. "Baba, jo, dëgjom", kishte thënë Rexhepi me zë të dobët. "Unë nuk jam I përsosur, kam bërë gabime, por çdo vendim që kam marrë, e kam marrë me dashuri. Emimi dhe Drita nuk ishin gabime, ata janë bekime." Iliri kishte ndier lotët duke I ardhur në sy. "E di, baba, dhe më vjen keq që nuk kam qenë pranë teje. Kam qenë I ashpër, I pafalshëm, por kur mendova se do të humbja, kuptova se sa shumë të dua, pavarësisht me gjithçka." Ata të dy kishin përqafuar dhe në atë moment një plagë e vjetër kishte filluar të shërohej. Kur Rexhepi më në fund ktheu në shtëpi, ai ishte një hije e njeriut që kishte qenë. Ai kishte humbur peshë, lëvizte me vështirësi edhe me karrocë me rruata dhe fliste me zë të dobët. Por kur Emini dhe Drita e kishin parë, kishin vrapuar drejt tij me një gëzim të pastër. Baba ktheu", kishte bërtitur Emini. Drita, edhe pse më e vogël dhe më e heshtur, e kishte përqafuar Rexhepin dhe kishte thënë: "Të dua, baba." Në atë moment, Rexhepi kishte kuptuar se çdo ditë që kalonte me ta ishte një dhuratë. Ai nuk e dinte sa kohë I kishte mbetur, por e dinte se do ta përdorte atë kohë për t'i dashur sa më shumë që të mundej. Muajt kalonin dhe jeta po vazhdonte. Rexhepi tani kishte nevojë për ndihmë konstante. Ai nuk mund të lëvizte pa karrocë me rrota, nuk mund të bënte pothuajse asgjë vet, por dashuria e tij për fëmijët nuk kishte paksuar. Çdo mëngjes, kur Emini zgjohej, vinte në dhomën e Rexhepit dhe ngjitej në krevatin e tij. "Mirëmëngjes, baba." "Mirëmëngjes, djali im, si fjete?" "Mirë, sot në çerdhe do të vizatojmë." Dhe Rexhepi dëgjonte, buzëqeshte dhe I jepte këshilla të vogla. Ato ishin momentet që e mbanin gjallë. Drita, nga ana tjetër, kishte një lidhje të veçantë me babain e saj. Ajo shpesh ulej pranë tij dhe mbante dorën, pa thënë asgjë. Thjesht qëndronte atje, sikur e kuptonte se babai I saj kishte nevojë për praninë e saj. Një ditë vjeshte, ndërsa Rexhepi po rinte ulur në oborr dhe po shikonte gjethet duke rënë nga pemët, Fatimen kishte ardhur ta vizitojë. "Si po ndihesh sot, baba?" "E lodhur, Fatimen, shumë e lodhur, por I lumtur." "I lumtur?" "Po," kishte thënë Rexhepi, me një buzëqeshje të vogël. "E di që jeta ime po I afrohet fundit, e ndjej, por kur I shoh Eminin dhe Dritën,
E di që kam lënë diçka të bukur pas. Kam dhënë jetë, kam dhënë dashuri. Çfarë më shumë mund të kërkoj një njeri? Fatimen kishte ulur kokën pranë tij. Ti je babai më i mirë që mund të kishim, kishte thënë ajo, dhe unë jam krenare për ty. Dimri i vitit 2024 erdhi me një ftohtësi që depërtonte deri në kocka. Rexhepi tani kalonte shumicën e kohës në krevat. Shëndeti i tij po përkeqësohej me shpejtësi dhe doktorët kishin thënë se nuk kishte shumë gjë që mund të bëhej. Një mbrëmje dhjetori, ndërsa të gjithë ishin mbledhur rreth Rexhepit, Mirala, Emini, Drita, Fatimen, Iliri dhe disa nga fëmijët e tjerë, ai kishte thënë diçka që i kishte prekur të gjithë. Dua që të dini se nuk jam penduar kur, kishte thënë ai me zë të dobët. Jo për Miralën, jo për Eminin, jo për Dritën. Ata më kanë dhënë diçka që mendova se kisha mumbur, një arsye për të jetuar. Dhe për këtë, do të jem gjithmonë mirënjohës Zotit. Mirala kishte qarë në heshtje. Emini, edhe pse i vogël, kishte kuptuar se diçka e rëndësishme po ndodhte. Baba, ti do të jesh gjithmonë me ne, kishte pyetur ai. Rexhepi e kishte shikuar djalin e tij me një dashuri të pafundme. Unë do të jem gjithmonë në zemrën tënde, Emin. Çdo herë që do të mendosh për mua, unë do të jem atje. Çdo herë që do të ndjesh dashuri, unë do të jem atje, sepse dashuria nuk vdes kurrë. Në natën e 13 dhjetorit 2024, Rexhepi Krasniqi vdiq në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familja. Ishte një vdekje e qetë, paqësore. Ai thjesht kishte mbyllur syt dhe kishte pushuar së frymuari. Emini, që ishte në krahet e Fatimenës, kishte filluar të qante. Baba, baba. Mirala kishte mbajtur dorën e Rexhepit edhe pas vdekjes, duke mos dashur ta lëshonte. Faleminderit, kishte përshpëritur ajo. Faleminderit për gjithçka. Ceremonia e varrimit ishte e madhe. Qindra njerëz kishin ardhur për t'i dhënë lamtumiren e fundit Rexhepit. Disa nga ata që kishin qenë më kritik ndaj tij, tani po qanin dhe po thonin: ai ishte një njeri i mirë, ai donte shumë. Imami në fjalimin e tij kishte thënë: Rexhep Krasniqi ishte një njeri që deshi deri në frymën e fundit. Ai na mësoi se dashuria nuk ka mosh, se sakrifica nuk ka kufi dhe se jeta ka vlerë vetëm kur e jetojmë me zemër të plotë. Sot, Emini është 4 vjeç dhe Drita është 3 vjeç. Ata jetojnë me nënën e tyre Miralën në shtëpinë e vjetër të Rexhepit. Fëmijët e mëdhenj të Rexhepit, veçanërisht Fatimen, Iliri dhe Zejnepin, janë bërë mbështetja kryesore e Miralës, duke ndihmuar me fëmijët dhe duke siguruar që ata të mos kenë nevojë për asgjë. Emini shpesh pyet për babain e tij. Ku është baba? Dhe Mirala i tregon. Ai është në qiell, djali im, por ai të shikon çdo ditë dhe të do shumë. Në shtëpinë e tyre, në murin kryesor, ka një fotografi të Rexhepit duke mbajtur Eminin dhe Dritën. Është një fotografi e bukur që tregon një plak të lodhur por të lumtur, me 2 fëmijë të vegjël në krah. Nën fotografin ka një plak të vogël me një shkrim: Dashuria nuk ka mosh. Dashuria nuk ka kufi. Dashuria është e përjetshme. Historia e Rexhep Krasniqit është një histori e pazakont, e vështirë, por në fund të fundit e bukur. Ajo na mëson se jeta nuk është gjithmonë e parashikueshme, se zgjedhjet tona mund të na çojnë në vende që nuk i kishim imagjinuar kurrë, dhe se dashuria e vërtet, e pastër, e pakushtëzuar, është ajo që na bën njerëzor. Rexhepi nuk ishte i përsosur. Ai bëri zgjedhje që shumë nuk i kuptuan, por ai e jetoi jetën e tij me besnikëri ndaj zemrës së tij, me përkushtim ndaj familjes së tij dhe me një dashuri që nuk njihte kufi. Në fund, çfarë më shumë mund të kërkojmë nga jeta? Çfarë mendoni për këtë histori? A e ndryshoi perspektivën tuaj? Shkruani në komente. Nëse ju preku kjo histori, ndajeni me të tjerët. Ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot. Faleminderit që e ndoqët këtë udhëtim me ne. Deri në historinë tjetër.